Shqipëria ka ndërmarrë ndryshime të mëdha. Kështu u shpreh raportuesi i Parlamentit Evropian për Shqipëri në konferencën për media pas takimit të 20 të Komitetit Parlamentar të Stabilizimit dhe Asociimit Bashkimi Evropian Shqipëri. Raportuesi i përhershëm i Parlamentit Evropian për Shqipërinë shpreu bindjen se Shqipëria mund të përmbyllë të gjithë grup kapitujt e negociatave për integrim deri në vitin 2027. Teknike ka mundësi që në nëntor të hapet kapitulli i fundit, që do të thotë Shqipëria t'i ketë hapur ndërkohë dhe t'jetë duke negociuar të gjithë kapitujt. Kjo do të thotë gjithashtu që në 2026 të jetë viti ku të mund të mbyllen kapitujt njëri pas tjetrit. Duhet të them gjithashtu se ky është një proces shumë strikt, pra Komisioni Evropian që bën vlerësimin dhe Këshilli Evropian që duhet të bëj miratimin dhe Parlamenti Evropian gjithashtu, ne shohim vetëm nëse janë përmbushur kushtet apo jo, nëse përmbushen, okay, nëse jo, nuk e bëj miratimin. Por me sa kuptoj, me sa ndoqa diskutimet, kam shumë besim që vitin e ardhshëm shumica e kapitujve do të mbyllen. Pra, sipas tij është akoma më e rëndësishme që të zbatohen ligjet. Mundësitë janë aty nëse bëhen gjërat që duhen bërë. Shqipëria është një nga vendet në mes të Europës. Turizmi tregon se shumë qytetarë të Bashkimit Evropian vinë e shikojnë se si është jeta në Shqipëri, sa moderne është Shqipëria. Ndaj them se ka mundësi, u shpreh ai. Duke folur për zgjerimin e Bashkimit Evropian, eurodeputeti tha se austriakët hynë tek 5 vendet më skeptike për zgjerimin, por është detyra e politikanëve t'u shpjegojë mundësitë që paraqet zgjerimi. Lidhur me Shqipërinë, deputeti tha se vendi është në rrugën e duhur dhe duhet të vazhdojë të ecë në atë rrugë duke zbatuar reformat dhe duke i shkuar gjërave deri në fund. Takimi 20 u mbajt më 29 tetor, ku pati përplasje mes mazhorancës dhe opozitës. Ky e fundit akuzoi qeverinë për korrupsion në nivele të larta, ndërsa zgjedhjet thanë se nuk përmbushën kriteret minimale për një vend që synon Bashkimin Evropian. Mazhoranca kritikoi opozitën duke thënë se nuk mbështetet integrimi kur nxin imazhin e vendit.